إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Me të vërtet lavdërime dhe falenderimet I takojnë vetëm Allahut, ata e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej gabimeve tona dhe prej punëve të këqija tona. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush e humb, dhe atë që e humb nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet pos Allahut dhe se Muhamedi alayhi salam është rob dhe I dërguar I Tij. Vazhdojmë me serinë e ligjëratave, historitë e pejgamberëve në Kur'an. Jemi te Ibrahimi alayhi salam. Kjo është pjesa e dytë e ngjarjes apo historisë së Ibrahimit alayhi salam. Treguam se si Ibrahimi alayhi salam I ka thirrë në fe familjarët e tina, I ka thirrë në fe popullin e tina. Dhe treguam se si Ibrahimi alayhi salam ju premtoi se kam ja u thë idhujt, kam I thi putat e tyre. Ibrahimi alayhi salam në një mëxhlis prej mezhlisave, ku nuk ishte I tërë populli aty, ishte vetëm një pjesë e popullit, ishin vetëm disa persona, dhe thot, Ibrahimi alayhis salam thot, pasha Allah, posa të largoheni ju, unë kam për t'ja bërë atë që duhet statujave tuaja. Kështu I thot Ibrahimi alayhis salam. Pas se I fjalët e dhanë, edhe pas këtij premtimi, Ibrahimi alayhis salam pasi që polemizoi me popullin e tina, debatoi me popullin e tina, vendosi që të kurdiste një kurth për t'i rënuar idhujt e tyre, putat e tyre që I kanë adhuruar krahas Allahut subhanahu wa taala. Ai për këtë e priste momentin e përshtatshëm. E priti një moment kur është më I përshtatshëm që Ibrahimi alayhis salam I thi këto idhuj. Këtë ngjarje Allahu subhanahu wa taala na ka treguar në Kur'an në surën Anbiya, shkurtimisht, ndërsa në detaje na ka treguar në surën Safat. Allahu e ka përmend, prandaj ai u hodhi një shikim yjeve, e tha unë jam I semur. Ata u kthyen dhe u larguan prej tij. Ai u drejtua ka zotat e tyre dhe u tha, a nuk pahani jo? Ç'keni, pse nuk flesni? Pastaj u kthyi atyre I goditi me dorën e djathtë. Ata I u afrohen atij me shpejtësi. Thuhet se mbretja asaj kohe Nemrudi e dërgoi dikën tek Ibrahimi alayhis salam dhe ja kujtoi se nesër është festë. Nesër është festë, do duhet me ardhë edhe Ibrahimi alayhis salam. Në atë kohë, në kohën e Ibrahimit alayhis salam na e cekëm se I kanë adhuruar edhe yjet, I kanë shikuar yjet. Në qiell I kanë adhuru yjet, ndërsa në tokë I kanë adhuru putat dhe statujat, I kanë adhuru idhujt. Edhe Ibrahimi alayhis salam natyrisht se nuk deshti me marr pjesë në këtë festë të paganëve, të idhujtarëve të asaj kohe, të idhujtarëve të Nemrudit. Edhe Ibrahimi alayhis salam gjeti justifikim, gjeti arsye për mos me shku nesër në atë festë. Ndaj, edhe populli I tij më e la rahat. Nuk e nguci më shumë. Se I gjeti arsye, tha jam I semur, edhe nuk shkojnë në festat e tyre Ibrahimi alayhis salam. Ibrahimi alayhis salam mbeti vetëm, kur mbeti vetëm keq shkuan me festu në festën e tyre të paganëve, Ibrahimi alayhis salam shkoi në faltorën e paganëve, shkoi në atë vendin ku kishte puta, ku kishte idhuj, ku
populli i adhuronin ata idhuj. E ka përmend e si di ka thonë se kur Ibrahimi a.s. hyri në faltore, e pa se ishte një faltore shumë e madhe. Kishte shumë idhuj dhe shumë zota të atyre që i kanë adhuru krahas Allahut. Edhe para atyre statujave dhe idhujve, kishte plot ushqim. I linin njerëzit para idhujve ushqimin, duke mendu se kështu kam ju beku ushqimi tyre, kanë ju dhanë bereqet ato statuja dhe ata idhuj. Kështu mendonin ata me të menduarit e tyre, me logjikën e tyre. Kur e pa Ibrahimi a.s. atë numër të madh të idhujve, edhe të gjithë atë ushqim para tyre, po ju drejtohet idhujve dhe statujave Ibrahimi a.s. Pse nuk po hani? Pse nuk po hani? Çka po prisni që nuk po hani? Dihet se ata nuk ja kthejnë përgjigjen dhe s'mujnë me kthej përgjigjen druni edhe guri. Nuk folin guri edhe druni. Pi thot pastaj, çka keni, pse po heshni, pse nuk po folni? Ibrahim a.s. e dinte se ata nuk mujnë me fol. Mirë po ju thonte, ja thonte këto fjalë idhujve në mënyrë nënçmimi dhe përbuzje ndaj atyre. Se guri edhe druni nuk folin. Ato populli vet adhuronin statujat prej gurit edhe prej drunit. Çfarë do bie? Mund të pas njeriu prej gurit edhe prej drunit. Edhe për atë arsye i parashtronte pyetje idhujve Ibrahimi a.s. në mënyrë përbuzjeje dhe në mënyrë nënçmimi ndaj atyre. Pastaj e mori sopatën dhe me dorën e djathtë po i bie të gjitha idhujve një nga një, përveç idhullit të madh. Se në mesin atyre idhujve ishte një idhull i cili ishte më i madh. Dhe ata nuk e preki Ibrahimi a.s. me qëllim që do ta tregojnë pastaj. Të gjithë i theju, ndërsa këtë idhullin e madh nuk e theju, vetëm ja las sopatën te qafa e tina, te qafa e kësaj statuje të madhe. Kur po kthehen prej festës, banorët, populli vet, edhe kur po shkojnë tek faltoria mi marr ushqimet që i kishin lanë mu bekue, te ata idhuj kur e shohin se idhujt janë bot copa, statujat janë bot copa. Dhe ata u nervozuan shumë. U nervozuan dhe u çoraditën shumë se kush është ai njeri i cili i ka thy këto idhuj, që ato i kanë adhuru dhe i kanë konsideru zota. Thyrja idhujve i ka prejk ato shumë. Andaj ata e nditën vetën shumë të nënçmuar. Edhe shumë të çuditur se kush ke këtë tërëm që mujt i mi thy këto idhuj, kush ka i tërëm i cili mund t'i mi thy zotat tonë, sipas atyre. Allahu e ka përmendur në surën Anbiya, ata thanë, kush e bëri këtë me zotat tonë? Ai na qenë ka kriminal. Thanë, kemi dëgjuar për një djalosh që i përqeshte idhujt, të cilin e quajnë Ibrahim. Ata thanë, silleni atë këtu në sytë e njerëzve, që ata të dëshmojnë. I thanë, pesjellin Ibrahimin a.s. dhe pyetën, a e bëre ti këtë me zotat tonë Ibrahim? Ibrahim a.s. i tha, jo, por ata e bëri i madhi tyre. Ju pyetni këtë madhin, këtë idhullin e madh, pyetni se kush i ka thy. Nëse ata flasin, ata u ndalën e u menduan me veten, e dikush tha vërtet ju jeni mu ata të gabuarit. Po vazhdon në ajetet në surën Anbiya ku Allah thot, pastaj ulën kokat e tyre dhe thanë, sigurisht ti e di se këta nuk flasin, këta s'mujnë me fol. Ai tha, apo adhuroni pra në vend të Allahut idhuj, statuja që nuk shohin edhe që nuk dëgjojnë? Edhe mi thot me des për juve, edhe mjerë për juve dhe mjerë për ata që ju i adhuroni pas Allahut, a nuk jeni duke kuptu. Ata të çuditur po thojnë, kush e bëri këtë vepër të shëmtuar me zotat tonë? Kush është ai i çmendur që e mori guximin mi thy zotat tonë? Dhe thojnë vërtet një person i tillë nuk është normal, po është kriminal. Pa ata të kishin pas mend, të kishin pas logjik, kur i kanë pas zotat e tyre të rënum, të paaft për ta mbrojt veten e tyre, do të kishin ardhur në vete dhe do ta kishin kuptuar të vërtetën. Se zotat që s'mujnë mi ndihmu vetës vet, që s'mujnë mi ndihmu të tjerët. Çfarë zota janë ata që mund të mi thy dikush?
Mirë po ata nuk e menduan mirë dhe nuk logjikuan dhe vazhduan në të pavërtetën. Ata që pyetën se kush e bëri këtë vepër, nuk ishin në dieni se Ibrahimi i kishte përmendur për keq. Dhe i kishte kërcënuar. Nuk e dini shumica e popullit se kur i kishte kërcënuar Ibrahimi alayhis salam kanë qenë vetëm disa persona, vetëm një pjesë e popullit. Atyre nuk i shkoi në fillim nuk i shkoi mendja te Ibrahimi alayhis salam. Dikush që e kishte dëgjuar Ibrahimin alayhis salam dhe ju kujtu se Ibrahimi alayhis salam kishte kërcënuar dhe kishte thënë, unë kam për t'ia bërë atë që duhet statujave tuaja, me njerë ju kujtua atina dhe tha, kemi dëgjuar një djalosh që i përmente për të keqë zotat tonë, i kërcënonte ata, a i quhet Ibrahim. Ju kujtu njanit prej njerëzve që Ibrahimi alayhis salam i ka kërcënuar se kam ja u thy puta dhe idhujt. Sigurisht thot, a ju a ka bërë këtë zotave tonë. Aja ka bërë këtë keqe zotave tonë. Paria, kryetarët e fiseve kërkojnë që me prua djalosh të ata. Që ta shihni se kush është ky trimët që pati guxim me bë këtë vepër. Thot sillini ta shohim të njerëzit se çfarë dënimi ky ka me marrën, se çysh kina me dënu këta, se çfarë mësimi kina me dhënë aktina. Që na tregon se veprën e Ibrahimit alayhis salam e kanë bërë tepër të madhe, e kanë zmadhuar shumë. E kanë konsideruar një krim prej krimeve më të mëdha që kur kuj se ka bërë deri atëherë. Sa që dojnë mi mbledh krejt njerëzit, edhe me dënu Ibrahimin alayhis salam para krejt njerëzve. Natyrisht këtë e synonte edhe Ibrahimi alayhis salam, që të kishte sa më shumë njerëz kur flitet për zotat e tënve. Kur të foli Ibrahimi alayhis salam për zotat e tënve, për idhujt, për mjau dëshmu të kundërtën asaj që ata besojnë, po sa më shumë njerëz, që njerëzit me kuptu thirrjen, me kuptu shpalljen e Allahut subhanahu wa taala, me kuptu të vërtetën që është e pamohueshme. Sa mund dikush me mohu dritën e diellit, çaq mund dikush me mohu argumentet e Allahut subhanahu wa taala. E sollën Ibrahimin alayhis salam para Paris. Edhe në prezencën e të gjithëve po i thonë, a ishe ti që i thejve zotat o Ibrahim? A ishe ti që e bane këtë krim dhe i zotave o Ibrahim? Ibrahimi alayhis salam krenar. Ibrahimi alayhis salam krye lart, i qejt po i përgjigjet, jo, unë nuk e kam bërë këtë vepër. Nuk i kanë thyer zotat tuaj, por i ka thyer ky i madhi. Vetë në këtë madhe se ky i ka thyer. Ky zoti juve i madh, që është më i madhi, ka xhelozuar të këto zotat e vogël, që kanë qenë zotat dhe statuja të vogla. Ky i madhi thot i ka thyer këto statuja. Edhe natyrisht që ata nuk e pranojnë një gjë të tillë, për faktin se nuk u kap logjika që statuja prej guri apo prej druni mundet me marrë sopatën edhe mi thy statuja tjera. Edhe në vazhdim, ata s'pe pranojnë edhe thot, pyetni, a s'pe pranojnë këta që i ka thy ky zot i madh? Pyetni pra këta zotat e vogël që janë thym. Pyetni, pyetni se kush i ka thyje? Këshire, Ibrahim alayhis salam pivet pyetje logjike, që i mishti me mendu ata, që janë duke besu zota, që i thën dikush, që i godet dikush. Ibrahim alayhis salam pivet me pyetje logjike, që ata më arrit deri tek e vërteta. Ata njerë e pranuan se prej gurit edhe prej drunit, statujat e gurit edhe drunit nuk meritën mu adhru ata. Kështu që e pranuan realitetin, se s'ka dam prej statujave, prej idhujve, mirë po kjo nuk zgjati shumë, që keni kohë shumë e shkurt. Pastaj ata prapo kthyen në kofrin e tyre, në mosbesimin e tyre, në idhujtarinë e tyre, në mendjemallësinë e tyre, prapo kthyen në besimin e idhujtarinë e shumë zota, prapo ju kthyen shirkut. Ata po i thonë Ibrahimit alayhis salam, ti e di mirë se ata zota nuk flasin. Nuk flasin dhe ashtu siç e dim, edhe ne, se ata nuk flasin. Atëherë pse na thua? Pse na thua pyetni ata? Pse ti na thonë mi vet ata kur ato s'flasin? U munduan ta mposhtin. Edhe Ibrahim alayhis salam i thot, pse ata ro popullim po adhuroni gjëra
që nuk keni as dobi as dëm. Ju e kuptuat fort mirë se idhujt nuk ishin gjendje me mbrojt veten e tyre. Kur dikush i thejo ata, ç'ish pi bezoni këta idhuj? Ti thotë mirë për juve se çka jeni duke adhuru. Mirë për juve se kujna jeni duke i përul. Mirë për juve se kanë jeni duke e madhru. Thotë çka jeni të fitu prej gorit edhe prej dronit. Pi thotë, a nuk po ndaleni me mendu dhe me logjiku se në çfarë gjendje të mjerueshme jeni, në çfarë gjendje ignorancë dhe padije jeni. Po adhuroni gurët dhe drurët dhe po e lini Allahun, krijuesin e tokës dhe krijuesin e qiejve, krijuesin e gjithësisë. I thot Ibrahim a.s. mirë për juve, çfarë gjendje të ranini. Pas këtij debati, populli i Ibrahimit a.s. ishin të vendosur në mosbesimin e tyre. Kështu si dënim për Ibrahimin a.s. e vendosën që me fut në zjarr me Ibrahimin a.s. dhe me djeg, me bo shkrum. Këtë ngjarje na sek Allahu subhanahu wa taala në surën Anbiya. Ku thot Allahu subhanahu wa taala, atëherë ata thanë, digjeni atë dhe ndihmoni zotat tuaj nëse doni të ndihmoni. Dhe thot, po ne i tham, o zjarr, bëhu i ftohtë dhe shpëtim për Ibrahimin. Ata dëshën që t'i bëjnë atij kurth, po ne ata i bëm më të dështuarit. Dështën me bë kurth dhe planifikuan kurthin për Ibrahimin a.s. Pasi që Ibrahimi a.s. i sfidoi ato, i la pa fjalë, mos kishin çka mi thon Ibrahimit a.s. Nuk mbeti tjetër përveç se ta pranoni realitetin, të kthej në besim, në fejnë Allahut, por ata nuk e ban këta nga mendjemallësia, nga kryenetësia atyre. Në pamundësi për ta mund të Ibrahimin a.s. me fakte dhe me argumente, ju drejtuan forcës dhe pushtetit. Dhe kështu janë disa njerëz. Kur s'mojnë me të bëjnë diçka me argumente dhe me fjalë, mundohen me forcë, mundohen me zor, me dhunë, me pushtet, që me arrit të diçka. Po thonë, Ibrahimin, digjeni, kalleni, hidheni në zjarm, që ta shijoj dënimin e dhëmshëm, të mundimshëm, digjeni atë dhe hakmeruni për zotat tuaj, kështu më nisën me thirrë njerëzit. Thanë, digjeni atë, sepse djegja është dënimi më i rëndë. Djegja është dënimi më i keq. Ibrahimi sipas tyre e meritonte dënimin më të madh, se i ka thënë zotat e tyre, i ka thënë idhujt e tyre, i ka thënë ata të cilat ata i kanë adhuruar. Thuhet që Nemrudi, mbretja së koha, ka dhënë urdhër që me shtin zjarm dhe me djeg Ibrahimin a.s. Po Allah thot, qalu bnu lahu bunyanan falquhu fil jahim. Ata thanë, ndërtojnë ati një vend dhe hidheni atë në zjarrin flakërues. Pra paria e urdhëroi popullin dhe i tha, ndërtoni një ndërtesë të madhe nga drujt, mbledhni dru dhe si për atyre druve ta hedhin, thot Ibrahimin a.s. Qatë shumë dru që kanë mbledh, e kanë bënë një grop të madhe, qatë shumë dru që kanë mbledh, ai veni, ai gropa, o çu shumë të naltë dhe o bo sa një ndërtesë për i drujve. O bo sa një kodër qatë drujt shumë që kanë mbledh për me kodë i zjarëm të madhe për Ibrahimin a.s. Sa që dhe të smurit që janë kanë smut, s'kanë mujtë buqu, kanë thonë kur qloshna, ka me mbledh dru për me pregadit zjarëmin Ibrahimit a.s. Zjarëm si kë, nuk ishte ndezur asë njëherë deri në këtë kohë, deri në kohën e Ibrahimit a.s. Zjarëmi ishte atë që madhë, sa që edhe njerëzit mos mujtën ju afru zjarëmit. Prandaj u detyruan që Ibrahimin a.s. ta hidhin Ibrahimin a.s. në katapult. S'kan mujtë më afruë, o desh me gjujt Ibrahimin a.s. prej malak me katapult, s'kan mujtë më afruë. Qatë zjarë një madhë që ka qenë, që kanë pregadit populli për Ibrahimin a.s. E to e hedhë në zjarë me Ibrahimin a.s. Ibrahim a.s. e ka bo një dua shumë të madhe, edhe shumë të mirë. Hasbun Allahu wa ni'mal wakil. Në mjafton që e kemi Allahu, na është mbrojtësi më i mirë. Kjo është duaja që e ka bo Ibrahim a.s. Që e ka bo dhe Muhamedi a.s. Pro është mirë edhe na, kur ti me i vështirësi të madhe, me i gojle të madhe. Më thonë, hasbun Allahu wa ni'mal wakil. Në mjafton Allahu, a është mbrojtësi më i mirë. Ki dunjaja mu që me të bëdam, s'mojnë me të bëdam, pa e leju Allahu subhanu wa ta'ala,
Për shta muslimani mbështetet vetëm tek Allahu dhe nuk tutet asnjëherë. Nuk tutet asnjëherë. Mbështetet vetëm tek Krijuesi i gjithësisë. Se nësa Allahu nuk e ka bërë caktim të smurët kur gjamet ndodh. Kur kush smurët me dëmtu ty, derisa se ka bërë caktim Allahu subhanahu wa taala. Gjithçka ndodh me lejen dhe me caktimin e Allahut. E Ibrahimi a.s. e bani këtë dua dhe këtë lutje. Thuhet se kur e hodhën Ibrahimin a.s. në zjarm, ka qenë në moshën 16 vjeçare, ndërsa sipas një mendimi tjetër ka qenë në moshën 26 vjeçare. Kur e hodhën Ibrahimin a.s. në zjarm, ai ngriti kokën lart dhe tha: O Zot, ti je një në qiell dhe unë jam një në tokë, i vetëm që ta adhuroj tyje. Ky thot, gjithashtu, kanë thonë se pasi Ibrahimi u hodh në zjarm, toka, qiejt, melaçet, krejt përveç njerëzve dhe gjinve, e kanë lut Zotin për Ibrahimin a.s. I kanë thonë: O Zoti ynë, nuk ka në tokë një njeri tjetër që ta adhuron ty përveç se Ibrahimit. Ai po digjet për hir tandin. Na lejo ta shpëtojmë atë. Kështu i thënë melaçet Ibrahimit Allahu subhanahu wa taala. Allahu tha: ai është i dashur im dhe un jam i dashur i tina. Un jam Zoti i tij dhe ai nuk ka zot tjetër përveç mua. Edhe i thot: nëse kërkon ndihmë nga ju, ndihmojeni, nga se ju dhash leje. Po nëse nuk kërkon ndihmë për juve, lëreni atë, se unë e di më mirë se çka bëj me të. Unë jam thot kujdesari i tina. Unë jam kujdesari i Ibrahimit a.s. Kur e hodhën zjarm, po shkon meleku i shiut te Ibrahimi a.s. dhe i thot: ata lshojnë një shi të madh që ta nale zjarmin më njëherë. S'po pranon Ibrahimi a.s. Po shkon meleku i erës edhe i thot: ata lshojnë një erë të fortë që ta shyjnë zjarmin për më njëherë. Nuk pranon Ibrahimi a.s. Mirë po, Allahu ishte më i shpejt se meleku i erës dhe meleku i shiut. Edhe po thot Allahu, i thot zjarit: bëhu i fortë, bëhu i ftohtë edhe shpëtues për robin tim Ibrahimin. Mos e digj atë, pra mos e shkatro atë. E thot Ibn Abbasi se sikur të mos kishte thënë Allahu dhe shpëtim, kishte mu dëmtu Ibrahimi a.s. prej ftoftit, se Allahu zjarin e bani të ftoft për Ibrahimin a.s. Mirë po Allahu çka po thot? O zjarm, thot, bëhu i ftoft edhe shpëtim. Se di që zjarmi dëmton, mirë po i ftohti dëmton. Dhe thot, bëhu i ftoft edhe shpëtim, jo dënim për Ibrahimin a.s. Dhe kështu shpëtoi Ibrahimi a.s. Thot Ka'b ibn Ahbari, atë ditë askush nuk ka mund me përfitu diçka prej zjarit. Zjarri atë ditë e ka hub cilësinë e tij djegse, shkatruse. Kur kush as ka mujt pezit dikush ushqim, as me përgatit ushqim me zjarr, se zjarri atë ditë e ka hub cilësinë e vet të djegjes, të nxemjes. Zjarri atë ditë e ka hub cilësinë e vet, edhe s'ka mujt dikush me kri punë me zjarr. Subhanallahu, ata dashën mi bë kurth Ibrahimit a.s. Sa që thuhet se para se me hedh në zjarr, o tu që po ik Ibrahimi a.s. dhe e kanë lidh dhe e kanë rujt Ibrahimin a.s. se mos po ik. Edhe përgatitin e zjarrën të madh, e gjujnë në katapult Ibrahimin a.s. në zjarr. Mirë po Allahu i thot zjarmit: bëhu i ftoft dhe shpëtim për Ibrahimin në zjarr. Edhe kështu Ibrahimi a.s. po shpëton prej këtij kurthi që ja përgatitën populli i tij, mileti i tij. Shpëtoi Ibrahimi a.s. se u mbështet Allahu subhanahu wa taala. E priti ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Thuhet se Ibrahimi a.s. ka qëndruar në zjarr 40 apo 50 ditë. Saqë Ibrahimi a.s. ka thënë se ditët më të mira që kanë kaluar në jetën time kanë qenë ato ditë kur unë isha në zjarr. Në hadith thuhet se të gjitha shpezët dhe shtazët u angazhuan për ta thikë zjarmin për me shpëtu Ibrahimin a.s. Pos hardhucës apo zhapikut që me bishtin e vet i frinte zjarmit. Edhe për atë arsye, Aisha radiallahu anha mbante një shtizë enkas për ta vrarë zhapikun dhe thoshte se pejgamberi alayhis salam ka urdhëruar që me vrarë hardhucin apo zhapikun. Për shkak ai nuk ka pas fuqi.
Dhe se hardhuci s'ka kur një farë fuqie me bëu diçka, mirë po ka desh me tregu anën se ka është. Kështu të na janë do njerëz. Kur një farë fuqie s'ka me bëu, as namaz do bi. Mirë po anojnë ka i keqi, anojnë ka zullumtari, anojnë ka mëkatari, anojnë ka rëndsi, ka shpifse. Edhe kështu i rok dënimi Allahu subhanahu wa taala. Andaj keni kujdes se ka anone. Keni kujdes se ka anone. Anoni ka e vërteta apo ka e kota? Ka gënjeshtra apo ka fjalë të vërteta? Anoni ka njerëz që shpifin apo ka njerëz që janë devotshëm më të mirë që kanë frikë Allahun subhanahu wa taala. Se ka njerëz dhe hiç mos me bodam ti vetëm me anu ka i keqi, ti bësh i keq. Ti ndoshta nuk je rënd, ma rrin me rëndin edhe njerëzit thonë ti je shoku i rëndë, shoku i gënjeshtarit. Ti ndoshta si je zullumtar, ama rrin me dikant që bën zullum. Njerëzit thonë kjo shoku i zullumtarit, andaj keni kujdes se me ka rënë. Keni kujdes se ka kush anone, sa mund të më ka dënimi Allahu subhanahu wa taala. Fjala Allahut, që tha Allahu, deshën t'i bëjnë ati kurth. Na tregon se këtë intriga apo këtë kurth për ta hedh Ibrahimin alayhis salam në zjarr, këta e bën në fshehurazi. Pa u mor vesh. Njëherë e bën në fshehurazi, pa u mor vesh. Deshën me bë kurth Ibrahimit alayhis salam, ndërsa Allahu i prishi kurthat. Allahu i prishi kurthat e zullumtarëve dhe njerëzve të këqij, edhe e shpëtoi Ibrahimin alayhis salam. Ibrahim alayhis salam del prej zjarrit të shëndosh, pa pas kur gjë. Dhe njerëzit u çuditën me një çudi shumë të madhe, u habitën me një habi shumë të madhe. Saqë Azeri, baba i Ibrahimit alayhis salam i thot: "O Ibrahim, sa i mirë që ka Zoti jot." Kështu njerëzit e çuditur largohen dhe shpërndahen në shtëpitë e tyre, duke folur se si Allahu, se si Zoti e shpëtoi Ibrahimin alayhis salam. Po çfarë ka bën jashtë Ibrahimit alayhis salam? Çfarë të keqë i banën popullit tina, kur dol prej zjarrit Ibrahim alayhis salam, nuk nisi mi shah popullin e vet. As mi mallku, as me fol keq për ata. Çfarë dami i banën? Deshtë me mbyt, ma ka damat ma se me të mbyt, me të fut në zjarr, me të nëçmu, me të përbuz. Pasi që dol prej zjarrit i shëndosh edhe i mirë Ibrahim alayhis salam, Ibrahim alayhis salam nuk u kthei atyre me fjalë të këqija, me mallkim dhe me shahje. Dhe kjo është cilësia e njerëzve të devotshëm, cilësia e njerëzve të mirë. Kjo është cilësia e pejgamberëve të Allahut, e të dërguarve të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Se njerëzit kur e shohin vrasësinë tonë ata largohen, ndërsa me butësi afrohen. Pra butësia e bën ata çka nuk e bën vrasësia. Butësia i afron njerëzit, ndërsa vrasësia i largon ata. Allahu i madhruar në surën Bekare na përmend një polemik të Ibrahimit alayhis salam me mbretin e asaj kohe. Polemikën dhe debatin që e ka pas me Nemrudin Ibrahimi alayhis salam. Allahu në Kur'an nuk e përmend se Ibrahimi alayhis salam ka debatuar me Nemrudin, mirë po historian kur e tregojnë se në atë kohë s'ka pas mbret tjetër përveç se Nemrudit, dhe kanë thënë historian se Ibrahimi alayhis salam ka fol me Nemrudin dhe ka debatuar me Nemrudin. E Nemrudi ka qenë mbretja asaj kohe. Mujahidi transmeton nga Ibn Abasi se mbretërit e dunjas që e kanë sunduar botën apo e kanë sunduar shumicën e botës, 2 janë besimtar edhe 2 janë jo besimtar. 2 besimtar janë Dhulkarneini dhe Sulejmani alayhis salam i biri i Davudit. Ndërsa jo besimtar janë Nemrudi, që është në kohën e Ibrahimit alayhis salam, dhe Bahtansari. Këto janë 2 mbretër musliman dhe 2 jo musliman që e kanë sunduar botën apo që e kanë sunduar shumicën apo tërësinë e botës, tërësinë e tokës. E Ibrahimi alayhis salam, trim dhe i devotshëm që ju mbështet vetëm Allahut subhanahu wa taala, po del para këtij mbreti që e sundon tokën, që është mbreti i madh i asaj kohe, edhe po polemizon me ta, po debaton me ta. Allahu e ka thënë në surën Bekare ku Allahu ka përmend: "Alam tara ila alladhi hajja Ibrahima fi rabbih an ataahu Allahu al-mulk. Idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bish-shamsi min al-mashriqi fa'ti biha min al-maghrib. Fabuhita alladhi kafar wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin."
I thot, a nuk e ke dëgjuar ti o Muhammed për atë që polemizoi, për atë që polemizoi me Ibrahimin rreth Zotit të tina, sepse Allahu i kishte dhënë pushtet. Kur Ibrahimi tha, Zoti jep jetë dhe vdekje. Ibrahimi i thot, Zoti im është ai që jep jetë dhe vdekje. Ai po i përgjigjet, të dhon jep jetë dhe vdekje. Kështu i përgjigjet Nemrudi Ibrahimit alayhis salam. Ibrahimi alayhis salam, shumë çfarë pyetje logjike pastaj për vetë. Se pranoj këta, po del të pyetja tjetër. Po thot Allahu e sjell diellin nga lindja, sillet nga perëndimi. Atëherë ai që nuk besoi, mbeti me gojën hapur i hutuar mbeti Nemrudi. Qysh me sjell diellin nga perëndimi kur dihet që dielli sillet dhe lind në lindje, dhe jo në perëndim. Nemrudi i thoshte vetes se ishte Zot. Andaj nuk i pëlqeu se mund të ketë Zot tjetër përveç tina. Prandaj tha, nëse pretendon se Zoti jot jep jetë dhe vdekje, do në jap jetë dhe vdekje. Dhe çka voni Nemrudi? I solli dy persona të cilët ishin të dënuar për vdekje. Njërin e vrau dhe tjetrin e la me jetue. Tha pëshë, do jam Zot. Tha njërin e vrau, ta e lash me jetu. Tjetrin, njërin e vrau, tjetrin e lash. Ashtu që unë sill jetën edhe vdekjen. Po kishte parë tjetër. Që thot, Zoti jam pesjell, diellin nga lindja, sillet nga perëndimi. S'pa çka mi thon mo Nemrudi. Mbreti s'pa çka mi thon mo Ibrahimit alayhis salam, se ke pyetje logjike. Ke pyetje me logjik shumë të madhe. Me mposhtë ata. Mja tregu se ti nuk je Zot, se ti nuk je kërkush. Nemrudi nuk dinte se çka më thon, se mbeti i hutum. Me gojë hapur, asnjë fjalë më nuk mujti me thonë. Ai mallkuar e dinte se nuk ishte Zot, mirë po gënjente. I mashtronte të tjera duke pretendu se ai ishte Zot. Nemrudi, ashtu sikurse edhe njerëzit e tjerë, i erdhi dita e vdekjes. Mirë po mënyra se ç'i ka ardhur vdekja është interesante. Historianët e komentatorët e Kuranit kanë thënë se ai një ditë doli në mëngjes me ushtrinë e tina, dhe përderisa të gjithë ishin të tubuar, po salin dielli, Allahu e dërgon një ushtri prej mushkonjave. Allahu e dërgon një ushtri prej mushkonjave, sa që dielli më nuk mujnë me pa, prej numrit të madh të mushkonjave. Ato mushkonja i hëngrën të gjithë ushtarët. U hëngrën mishin ushtarëve, u pitën gjakin ushtarëve, dhe i lanë vetëm eshtrat e tyre. Një nga këto mushkonja hyri në hundën e Nemrudit. Prej hundës e mushkonja i shkojnë trum. U tranu Nemrudi. U tranu mbretja se i kohë dhe s'kishte më çka me ba. Prej dhimbtës se kishte pa durueshme, sidomos kur mushkonja i lëvizte na për tru dhe na për kokë mbrenda, ai vet ose dikush tjetër prej dhimbtës më madhe i mshojke me çikeç, që me mujt me dyqysh më largu dhimbtën. Mirë po, kur Allahu cakton diçka, vështat kon fekun, bëhu dhe bët. Edhe s'murt me lujt kurkush caktimin e Allahut. Kështu? Një mushkonjë që është shumë e vogël, Allahu e dërgon te një mbret i madh i kësaj kohe, te një pushtetar i madh i kësaj kohe, që me shkatëru ata, që me vra ata, që me ja marr shpirtin atina. Një mushkonjë e vogël, ja merr shpirtin, një mbeti të madh që i ka thënë vetit Zot, që ka mendu se është dikush. Mirë po kështu për dënon Allahu subhanu wa ta'ala. Allahu e vrahu me njërën prej krijesave më të vogla dhe e shkatroi ata. Pastaj është shpërngulja e Ibrahimit alayhis salam prej vendit të vet nga Iraku për në Palestinë, pastaj edhe për në Egjipt. Po për ta do të folim inshallah në ligjëratën e ardhshme. Allahu na falë dhe na mëshiroft dhe të gjithë në xhenet na takoft. Zoti ju shpërblet për dëgjimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.